do themi një teori, do më thënë, cia në veri të Shqipërisë si proksit vetën, sepse nuk ishte informacion, plus që nuk u mente se shërbimi ma sekret, ishin gjithmonë nuk do bënë. Ata urdhronin, do më thënë, po ta shofësh edhe diversantët që i qonin nga bazat jugoslave në veri. Në jug i qonin, madje, një Tim Wedner ka shkrujt ngritja dhe rënja shërbimit sekret më të madh në botë, thotë që qipi grek ishte në fakt një dege e CIA-s, një agjencie jona, nuk e komandonin grevet. Deri në 90-ën. Dhe banda diversante nga jugu hidheshin nga Greqia në fakt me orientim të CIA dhe kështu edhe nga veriu. Dhe dyshimet e mëdha janë që është bërë nga UDB-ja apo si proksi i luftarëve për lirë demokraci. Unë nuk u vërtetua asnjëherë. Unë kam qenë aty sepse filloi në 1 prill faktikisht direkt mbas zgjedhjeve. Unë panoja në Shkodër. Nuk dola me foto, dola me pandë, thëmë drejtën. Edhe Amarildo e pash që aty ishin do më thënë ushtarë, ca ushtarë të trëmbur, që kishin më nëbi në partë, 18 vjeçar, në automatik, dhe asgjë më shumë. Pastaj në 2 prill i sulmuan këta u tërhoqën, u futën godin dhe u tërhoqën. Se nga mund të jetë gjuajtur ai snajper. Më vonë e ka marrë vesh në Angli nga një person, e ka marrë vesh edhe personi që ka gjujt brenda turmës, ishte po në Angli. Një nga person që ka gjujt brenda turmës ishte po në Angli. Nuk e mora vesh se kush është emri i personit, sinqerisht, po që kjo është. Pra, ai terrorizëm vazhdoi dhe nuk është se ndryshoj shumë tani, pavarësisht se suvran, le të themi suvran shumë veta si ato 4 njerëz që na boni buj në fillim, sepse ishte shoku i parë, pastaj të bëhet ves. Ne të jemi ke vesi. Po që në fillim ishte shok. Pastaj filloi duke u pa, vit pas viti, bllokoi gjë po terrorizëm, digji gjë po terrorizëm, gërmoi gjë po terrorizëm. Kështu që u pa pastaj. Ka vënë shtypje nga një njeri, edhe sot e kësaj dite, se morën, kishin dalë këto të PS-s, kishin vënë lule aty ke ajo në Shkodër, kishin morë njëri nga këta krau që I kishte mata rrugta, I heq lulet, dhe zekën e vrave. Shumë mirë. Edhe kështu. Nëse, edhe kjo është pak a shumë. Po, historia e kësaj është shumë e bukur, mbas 97-s, që filloi hedhja e shtyllave tensionit lartë në erë. Më vonë, mësor. Ka qenë dhe para 97-s. Ka qenë dhe para, po kam qenë në Shqipëri, ka qenë dhe para 97-s, ka ndodhur dhe para, ka ndodhur për Shkodrën. Ka qenë dhe para 97-s. Jo, dakord, po që ndoshta. Sepse 97 unë s'kam qenë këtu, kurse këto terrorizmat, që të thash që si vazhdu më vonë, unë I mora vesh në vitet që po vazhdonin, se deri 95, nga fundi 95 kam qenë në Shqipëri, pastaj ika. Kështu që e pash tërë të terrorizëm. Pra, që të kuptohem drejt sepse I mbaja ka shumë mend, sepse unë kisha një shpresë të jashtëzakonshme tek ajo që dija, që Shqipëria është një vend I pasur, që Shqipëria ishte një vend I Zoti, e besoja këtë, e besoja sepse shifja atë rini fantastike, po edhe prindrit që ishin më modern nga gjyshit e tyre, po të shifë që do më kaloshe këtë gjyshit ishin ignorante komplet, gishtin, pjesa tjetër. A di, të themi fja, më ka thënë një Sinan Idrizi, është një biznesmen, shqiptar, po shumë I elaboruar, shumë I lexuar. Më ka thënë madje, vlonjat, ai më ka thënë një pari historinë e pastaj lexova te Xhufit e Arbërit e Jonit, që ai që ka pushtuar Otrantën ka qenë vlonjat, Gedik Pasha, që bëri masakrin I kisha katolike më thënë I shpalli martir. Edhe ky më ka thënë nuk kem hedhë atë më. Një fjalë shumë të bukur që hopi cilësor, tha, I shqiptarëve ka ndodhur kur bitë çobanëve u bën inxhinier. Sepse sot bite këtyre inxhinierëve thonë që babajnë e kanë pasur inxhinier. Dhe kjo dhe në syt
e evropianit, apo të perëndimorit, apo dhe të kinezit. Kur ti thua që unë jam djali i inxhinierit, i mjekut, i ekonomistit, i tornitorit të specializuar, është diferencë e madhe, nuk i thua që jam djali i çobanit. E vërtetë. Dhe kjo e bën, domethënë ka qenë hopi i madh cilësor që ndërmori shoqëria shqiptare. Tani, gjëja më e rëndësishme që ishte, që unë kam diskutuar edhe me shok kështu nga Tirana, gjëja më e rëndësishme që sidomos në Tiranë tani, ishte që ti duhet lexoje. Do ishte e pa mundur që ti të bëje pjesë në, domethënë, në një shoqëri me një fa niveli në Tiranë, se do kaloshe pas tek e cepi aty ku shiteshin ato gastarit e rakis. Po si kishe nga rakis, aty ke rakia fliqe pas tek nga këto që flasin sot në parlament në për studio. Aty tymi. Na mytën komunistët vunë sali, unë e ke pas të budolli. Jo, po të merr një pjesë në xhiron e bulevardit. Nuk mund do i leshe Do të thoshë shoku kap autobusin në kombinatit ose të kino studio të shkojë. Jo, do kap, domethënë për ke bulevardi u afroshë deri ose të rapi treshit. Jo, u afroshë deri tek se më në Tiranë, do afroshë deri ke bari Barsahati. Dhe ke Barsahati, aty ke Barsahati u lejote se ishte mrapa, ishte hije. Aty pishen e gotë edhe fliqe trapliqe. Kaloshe këdej Kaloshe ke pjesë kësaj, pastaj duhet lexoshe, duhet lexoshe. Duhet të lexoshe dhe ta kuptosh atë që ke lexu. Sa dhe sot lexojnë. Janë mundë në asaj që na fani për shpejt. Por pra kisha besim të Eureni. Kisha besim sepse le të marrim tani, sepse një tru i shef të gjithë gjërat. Le të marrim për shumë, tu është bëu një punë vullnetare, që ishte formën se si u organizoti një rini tjetër për të ndryshuar diçka që si pëlqejte, ishte kryevepër. Nuk kuptova. Një entuziazëm, një logjik. Edhe në mënyrën e diskutimit, mos ta bëjmë kështu, ta bëjmë kështu. Për shkak qoftë edhe le të themi drejtoresha e shkollës mund thoshte këto lloj forme, të pastrohet kështu. Jo, po prit ta pastrojmë kështu se kështu pastrohet më shpejt. Okej, pastrohet më shpejt, pra. Dhe thosha, këta njerëz të bëjmë sistemi tjetër, ku e disha unë që këto shokët që përmenet ti metësia me këto legenat tash e kishin qamu. Dhe dishin këtë do binin, kjo është kërësorja. Sepse që ta mbyllat analizën që e fillove ti, sepse ishte shumë e bukur ajo, është kjo, që qynë me Carterin, e famshëm, mos gabohen, ishte diviza. Do bëjmë të mundurën dhe të pa mundurën. Do më kush na shërbe, nuk ka rëndësi. Është gay, është gay, është straight, është ai që është kundra gayve, është ai që është kundra straight, është çat jesh, i bardhi, i zi, kuq, ata që s'duan as bardh as zi, as kuq, ata që s'duan as njëri nga këta gjithë me ushtri, nuk rrin. Po ti shofësh, nuk rrin, sepse ka bëu BBC-ja këtë, i ke gjithë to bashk. Dhe kështu i kërmu edhe këtu kene. Se nuk e janë më të pastra, më të se këtu nuk i shef se jenë mrena, edhe duken... Po, e vërtet. është ndryshë kur jenë më largë. Bravo. Dhe ajo e qenja më largë më ndihmoi ndoshta që ti shof edhe më ashtu gjë. Kam idenë, Amarildo, që shoku jot, po dhe i qunave në qytetet e tjerë, ka pasur në qytetet e tjerë. Po pa tjetër. Do më thënë ata qunat e pjasët që qushin. Ndoshta kur e panë se si mori për kjo u larguan. Tu përfutet edhe largimi jote, e kjo parasysh që modeli jote që shumë veta u larguan, edhe më bëri përshtypje që të paktën thoshte një çun që është profesor në Angli. Që thoshte ka ndruar trendi, kanë filluar afrohen, po tani afrohen ata që janë të pasur ose që kanë bërë diçka andejt që prapë që puna jote.
Nuk mendoj që Shqipëria është bërë më e mirë, po të paktën nuk të mbyt budalliku në të gjitha sferat. Më kupton? Jo, e di që do të thuash që ka akoma budallik në qeverisje, në opozitë njëri tjetër, po të paktën nuk është mbytës, siç ishte atëherë, se atëherë të merrte shpirtin, të merrte frymën budalliku. Patjetër, tani sepse janë kaluar ato brezat. Në kalojnë ato brezat do sofistikohesh pak, por prap ti flet si e nga brenda. Kush unë akoma domethënë kam fut vetëm kom. Edhe prandaj punon me psikologjinë. Prandaj ndoshta dalin dhe fjalë banale sepse përkthehen pikërisht nga Po i përkthen. Nga ato gjëra dhe vërtet nganjëherë janë shumë të rënda për veshin. Jo, po thjesht po e shpjegoj, nuk ka problem. Por është aq mbytës sa se ke ide. E ke parasysh që një program televiziv, në një program janë 6 vetë. Nëse na një kupto se ç'a po thuhet në atë vend, mund të më përshtysh. Vetëm vijej njoni, atë më thotë, ja mu këtu ke komente, do të a më ita kam kuptuar, kishin 6 vetë dhe e kuptova unë. Trapin ke kuptuar. Se më e bukur është një dëshirë fantastike. Mu më kam pas pëlqyer shumë këngët Korçare. Di pse më kam pas pëlqyer se u boshin me 2 zëra. Këto tani, këto tani që e kam po me 3 zëra. Po a capella, pa muzikë. Si Hoxha i Fargët. Edhe më kuptoj, është dhe më e bukur është. Po tani, më e bukur është, për shembull, po të ftohem në një nga këto panelet, do vi me kanatje, do vi me gjë që nuk është serioze të paktën. E ke parasysh? Do vish diçka, çfarë nuk e di. Një gjë që s'është fare serioze. Ky më ish puna në gjë, nuk e di, gjë Kominoshe. Ose atë. Me kominoshe. Bravo. Kominoshe nga ato kështu punës. Pse? Që të paktën edhe mos ta ofendoj as kostumin, as kollaren, as to, sepse 4 vetë me kollare, 4 duke folë si për njëri tjetrit, unë nuk e di se ç'a të merri është. Dhe mos thonë asgjë.